Zoti Spahiu, to çështjet trajtohen larg medjeve dhe janë çështje me të vërtet serioze që duhet të diskutohen, apo si zonja Osmani duhet t'i heqim, duhet që çfarë po thot zonja Osmani, retorik politike apo një qëndrim që duhet të mbaj shteti i Kosovës ashtu siç thot zonja Osmani? Ndaj produkteve të Shtetit Bashkuar të Amerikës ekziston që nga përfundimi i luftës në Kosovë deri më sot. Që nga viti 1999 deri më sot që 26 vite. Zonja Osmani që 4 vite është presidente dhe nuk i rënë ndërmend njëherë që të kërkoj të heqë këtë taks, ka qenë 20 vite tjera deputete dhe asnjëherë nuk e ka ngritë zërin që kjo taks të hiqet dhe tani në një moment i ka shkrejë përmendje që duhet të heqet taksa ndaj produktet të Amerikës. Ky është një sjellje jo serioze, skeshmërisht jo serioze dhe skeshmërisht jo patriotike. Madje unë shoh edhe disa aktorë të opozitës. Zëvendës kryeministri i Kosovës thotë është turp që Kosova mban taks ndaj produkteve amerikane. Po pse nuk e ka hequr ai kur ishte zëvendës kryeministër? Po pse nuk e ka hequr pra zoti Spahiu? Domethënë çfarë ka ndodhur? Sepse ai s'ka marrë erë nga e punë, as nuk e ka ditur që ekziston taksa, si ka interesuar e punë, vetëm tani që është bërë aktuale, hajde të them diçka. Ose për shembull ambasadorja e Kosovës në Amerikë, Vlora Çitaku, që ka qenë edhe në 2 mandate ministre jashtme dhe ambasadore në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk e paskëshditur sa është taksa për produktet amerikane në Kosovë. Po çfarë ka shërbyer, çfarë ka bërë në Amerikë duke gjithë ato vite si ambasadore? Puna ambasadorit është që të A fitojnë pikë në publik, zoti Spahiu, fitojnë pikë në publik me këto deklarata? A fitojnë pikë në publik me këto deklarata? Pse përdoret kjo lloj retorike? Jo, nuk mendojnë se fitojnë, po sepse ata kujtojnë që populli është budalla, që nuk mban mend që e kupton që është ka mbamenin e shkurtër edhe harrojnë që vetë kanë qenë ato pozicione edhe kanë mund ta bëjnë të punë më përpara. Pse duhet ta bëjnë tani dhe nuk është dashur të bëhet më përpara. Leqe nuk është që Kosova është goditur me këtë. Presidenti Trump ka përdorur një formull i cili ka vënë taksën ekzistuese në raport me bilancin tregtar, eksport-import me atë vendin e caktuar. Dhe në ato vende ku ka pasur bilanc pozitiv Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku më shumë kanë eksportuar se sa që kanë importuar, ose që vëllimi i importit dhe eksportit ka qenë i barabartë, e kanë lënë taksën ashtu si ka qenë. Kurse në ato vende të cilët ka pasur disbalans, domethënë ku më shumë ka importuar nga ato shtete e më pak ka eksportuar, atëherë e ka rritur proporcionalisht edhe taksën, siç ndodhet ndaj aleatët më të ngushtë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Izraelit, të cilët ja ka rritur taksën. Në ndërkohë që për shembull vende si Irani kanë ngelur taksa 10% sepse nuk ka në disbalans tregtar me Iranin, se as nuk shet, as nuk blen, por ajo taks ka ngelur e tillë. Me Kosovën, Amerikanët më shumë eksportojnë në Kosovë se që importojnë nga Kosova dhe taksa ka ngelur 10%. Dhe kjo nuk është fare problem, nuk është dashur të ngrihet fare si një problem. Nëse duhet të ketë një marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës që të hiqen taksat reciprokisht, mund të bëhet kjo. Por s'ka pse kjo të bëhet në formë kritike, pse nuk e ka hekur taksën, kur të kanë mundur me hek të taksën 26 vite e kusur. A mund ta quajmë një lloj përplasje, le të themi, mes Osmanit dhe Kurtit në qëndrime, apo është thjesht një lloj retorike? Përplasja atyre është ashiqare. Është e dukshme. Dhe Osmani ka vetëm hallin e vet, ai nuk mbron interesat e Kosovës, ai ka vetëm interesin e promovimit personal të saj dhe çdo herë e shfrytëzon këtë mundësi sa që ai konsideron që mund të ketë promovim personal, që ta paraqet veten sikur ajo është pro-amerikane dhe Kurti është anti-amerikan. Kjo është një si të them
E kuptoj, po edhe një herë, zoti Spahiu, është çështje shumë teknike çështja e tarifës. Domethënë, çdo të thotë ti je anti-amerikan dhe pro-amerikan në këtë mes, kur vetë presidenti amerikan ka kritika brenda kabinetit të tij republikanëve etj etj për këtë çështjen e tarifës. Domethënë se kjo që the pak më herët. Por shiko, tani kur ti konsideron zgjedhësit tuaj ignorant të padijshëm, kur dëshon ta shfrytëzosh çdo rast me këtë. Thuash ja, unë jam për t'i hekur taksat e Amerikës, Albin Kurti po i vë taksë, si ka vënë Albin Kurti taksa Amerikës, ato taksa kanë ekzistuar që domethënë që 26 vite. Kjo është çështja. Nuk e ka bërë vetëm Osmani, e bërin edhe zëvendës kryeministri Besnik Tahiri, ish zëvendës kryeministri edhe ish ministri e jashtme ambasadorja Lora Qitaku, edhe disa të tjerë, por kjo nuk ka asnjë kuptim, është vetëm thjesht një luftë ndyrë politike. E kuptoj. Të ndalemi pak tek formimi i qeverisë, faktikisht duket sikur palët janë, si thua, kanë rënë rehat në këtë lloj kuadri për të mos formuar një qeveri. Çfarë po ndodh realisht? Jo, besoj që qeveria do të formohet, megjithëse pritjet e Kurtit do të kenë qenë shumë më të lehta, që do të ketë shumë më të lehta t'i bind të përfaqësues të minoriteteve jo serbe që të jenë koalicion me të, por të duken armë më fort edhe do të jetë më problematike që ata t'i josh edhe të bëjnë një pazar me ta, një pazar politik që t'i fusë në qeveri. Por megjithatë do të bëhet, megjithëse pazari për të nuk është aq i lirë si që ka menduar ai. E kuptoj, por do të kemi një qeveri e cila do të rrijë një vit dhe do të shkohet prapë në zgjedhje për presidentin, siç e kemi trajtuar shpeshherë së bashku nga kjo studio, apo do të jetë një qeveri e gjatë që negocion dhe presidentin? Gjithsesi një qeveri e cila do të jetë stabile deri në zgjedhjen e presidentit, pas zgjedhjes kur vjen koha e zgjedhjes presidentit, kryeministri Kurti ka mundësi të mendojë se çfarë do bëjë, të shkojë në zgjedhje të tjera, të afrojnë një koalicion më të gjerë, por në ndërkohë është edhe një vit në horizont. Janë zgjedhjet lokale në mes dhe ai pret që të këtë nxjerrur mësim nga dështimet në zgjedhjet lokale të herës së kaluar, kështu që dëshon që të kandidoj kandidat më të fortë për të fituar të paktën qendrat kryesore. Ta zonë si është, besoj që për Prishtinën do ta kandidoj Glauk Konjufcën, kryetarin aktual të parlamentit, komune. Për kryetar bashkie të Prishtinës, dhe kjo jam i bindur se ai do ta fitonte këtë garë, edhe po mendoj edhe në komuna tjera ka vënë kriteret të cilat ata deputetët të cilët kanë fituar më shumë vota në atë komunë do të jenë kandidatët e vendosjes për ato komuna në mënyrë që t'i zëj pushtetin lokal, sepse tashmë e din që më vendosja nuk mund t'i marrë sërish mbi 50%, siç ka marrë herën e kaluar, por kjo do të ketë rrëmje të vazhdueshme, edhe prandaj përpiqet që ta zëj hapin në pushtetin lokal të qëndrojë sa më mirë në këto zgjedhje që do të bëhen në vjesht. E kuptoj, po këto akuzat që Serbia po ndërhyn, për shembull kishim fillim ka ndërhyrë në zgjedhje, kemi ndërhyrjen e Radojčićit, kishte një akuzë në media të ndryshme dhe te Radio Evropa e Lirë, kemi tani një akuzë sërish nga Kurti që po bën presion tek deputetët e minoriteteve. Çfarë po ndodh realisht? Domethënë, pse po e përdor Kurti këtë akuzë? Domethënë që Serbia bën presion te deputetët e minoriteteve. Po. Kjo nuk është një gjë e re, kjo është një gjë e ditur. Pikërisht. Këtë Kurti ka ditur edhe më parë, por pse thot këtë Kurti tani është që njëkohësisht të bëj presion mbi ta, të bëj presion publik mbi ta në mënyrë që t'ua zbres pazarin, sepse tani mbi komunitetet, sidomos komuniteti bosnjak, komunitetet rom, egjiptian, ashkali e tjerë, janë relativisht mirë të integruar në shoqërinë kosovare dhe
ata nuk është ka një kujtim të hidhur nga e kaluara në shtetin serb, dhe ti akuzosh përfaqësues të tyre sikur po koketojnë me Serbinë e tjerë, është një sulm i rënd para për zgjedhësve të tyre. Dhe pikërisht këtë po e bën Kurti në mënyrë që zgjedhësit e këtyre përfaqësuesve të bëjnë presion që të futen në koalicion me Kurtin dhe jo të mos shtyhen shumë në pazar. Zoti Spahiu, cili është projekcioni më i besueshëm për qeverinë e re? Kjo, Kurti do të bëjë koalicion me Dimajn, me Nenad Rashiqin, nga komuniteti serb, dhe me me përfaqësues të minoriteteve jo serbe. Vetëm se do ta ketë pak më vështirë që të nxjerrë një pazar me këta. Do detyrohet që ta të jetë më gjeneroz në dhënien e posteve këtyre përfaqësuesve për të arritur të bëjë koalicion. E kuptoj, për të ndalur pak më gjerësisht tek rajoni, faktikisht, kishim ditën e djeshme, më duket apo jo, pardje, kemi pasur një deklaratë të Dodikut ku thot dua edhe unë të bëhem pjesë e Republika Srpska në marrëveshjen mes Hungarisë dhe Serbisë, ndërkohë që Shqipëria, Kosova dhe Kroacia kanë një marrëveshje trepalçe, le të themi, për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes. Çfarë po ndodh aktualisht në Ballkan? Pse po formohen këto lloj aleancash? Kjo ardhja e Trumpit në pushtet ka nxjerrë një krizë edhe brenda NATO-s, një krizë në relacionet Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, dhe kjo shkakton përplasje të reja, të cilat vendet që janë në pozicion më fragjil, më të ndjeshëm, ndjen më të rrezikuar dhe krijon aleanca të vjetra. Aleanca e natyrshme është kjo në mes Kroacisë, Shqipërisë e Kosovës. Mungon Bullgaria, si një aleat i natyrshëm në vazhdën e këtyre fshinjve të Serbisë, dhe do duhet të përfshihej një minutë më parë. Unë i bëj apel qeverisë shqiptare që të përpiqet në këtë drejtim, që të inkuadrojë Bullgarinë si një aleat të natyrshëm të Shqipërisë, të Kosovës. Bullgaria është vendi i parë ortodoks që ka njohur Kosovën, dhe bashkë me Maqedoninë e Molenezien të vetmet vende ortodokse që njohin Kosovën. Kështu që këto janë shumë e natyrshme pse lidhen këto aleanca për të siguruar në një botë e cila po dridhet, po ka rrezik lufte dhe natyrisht. Zoti Spahiu, kur i kthehemi historisë, se ju e njihni mirë historinë. Për shembull, le të marrim 45-ën. 1945-ën ish Jugosllavia, tentativa do vidhe Enver Hoxha apo nuk do vidhe Shqipëria etj etj. Si ka qenë marrëdhënia mes trojeve shqiptare jashtë, në kohën e Xhaferdevës, ku ngelën jashtë, le të themi, luftës dytë botërore? Si ka qenë situata e marrëdhënieve të shqiptarëve jashtë trungut me, le të themi, me kroatët? Domethënë, ka pasur një lloj marrëdhënie kur themi se shpeshherë përdoret aleanca historike. Si ka qenë? Po. Vasil Andoni ka qenë ambasador i Shqipërisë në atë kohë në Zagreb. Hivzi Meraku ka qenë konzulli i përgjithshëm. Hivzi Meraku nga Peja, unë e kam takuar atë viteve të 90-ta, ka qenë akoma gjallë, ka jetuar në Zagreb, madje në ndërtesën shtëpia e tij ka qenë konzullata e Shqipërisë në Zagreb në kohën në vitin 1943-44. Në kohën ndoshta ata që kanë lexuar librat tona të historisë nuk e bëjnë dallimin mes të pushtimit italian dhe pushtimit gjerman. Në kohën e pushtimit italian, njëherë Italia nuk i mori sovranitetin Shqipërisë, mori vetëm se sot është dhe 7 prilli faktikisht. Por më vonë i mori edhe sovranitetin duke i hequr ambasadat e Shqipërisë, duke hequr ministrinë e jashtme dhe bëri Shqipërinë provincë të Italisë. Në vitin 1941, territoret shqiptare, Ulqini, Neplava, Gusia, Tuzë, pjesa më madhe e Kosovës, Tetova, Gosevari, Kërçova, Struga, Dibra, Resnja, ju bashkuan në Shqipërisë,
por Shqipërisë si provincë italiane. Mirë po, pas përfundimit të pushtimit italian, patriotët shqiptarë, në krye atëherë me Xhafer Devën, Nuk i quani me kolaboracionist? Digroshin, me Ibrahim Biçakun e plot të tjerë, shpallën pavarësinë e Shqipërisë. Shpallën pavarësinë e Shqipërisë me 14 shtator të vitit 1943. Shqipëria si e tillë u pranuan nga shtetet atëherë të boshtit, përfshi edhe Gjermaninë, e cila kishte trupat e vete edhe nga vendet neutrale, dhe Shqipëria dërgoi ambasador në Berlin, ambasadorin Raufico, ambasadorin në Zagreb e tjerë. Dhe këtu Kroacia ishte ndër vendet e para që rinjohi në atku shtetin e pavarur në pavarësinë. Pra Kroacia ka qenë nga të parët. Po, Kroacia ka qenë në të parët, natyrisht atë Bullgaria e shtetet të tjera, kështu që kjo zgjati deri në kur komunistët morën pushtetin në nëntor të vitit 1924. Mirë po, Kosova akoma ngeli pjesë e Shqipërisë deri me 10 korrik të vitit 1945, kur në 10 korrik të vitit 1945 u mbajt një kuvent në Prizren, me qast në tytat e partizanëve shqiptar, delegat të Kosovës u detyruan që të shpallin shkëputjen nga Shqipëria dhe bashkimin me Serbinë. Dhe me Serbinë federale, dhe që nga të u hoqen Napoleonat si monedhë qarkullimi dhe u rifut dinari, i cili ishte hequr që nga vitin 1941 edhe deri me 10 korrik të vitit 1945. Kjo është periudha luftës së dytë botërore, kur edhe këto aleancët të cilat tani po riaktualizohen sërish. Vlen të përmendet që shtator të vitit 1944 Shqipëria u zgjerua. Shtator mori edhe Shkupin, mori edhe Preshevën, edhe Bujanovcin, edhe Kumanovën. Në ndërkohë që në vitin 1943 mori Mitrovicën, Podujevën, Voshtrin, Novi Pazarin, teritorat të cilat... Po më duket se Mitrovica kishte një lloj statusi special, faktikisht me thënë të drejtën, por do ta diskutojmë sërish. Kënaqësi që... Shikon, në atë kohë, forcat gjermane nuk ishin ndonjë interes ta pushtonin Shqipërinë, kishin interes vetëm që mos lejonin që aleatët anglo-amerikanë të kapërcejnë detin Adriatik nga Italia dhe të futën në Ballkan, dhe ata ishin vetëm si një marrëveshje e tyre me Xhafer Devën ishte që t'jenë vetëm për sigurimin nga aleatët. Madje kanë patur nga gjermanët qeveria shqiptare në atë kohë, Recep Mitrovica kishte edhe ofertën që në rast se aleatët do të siguronin që nuk do të zbarkonin në Shqipëri, forcat gjermane do të... Por aleatët nuk dhanë një garanci të tillë, dhe ne dim që numri më i madh i shqiptarëve nuk është vrarë nga gjermanezët, nga bombardimet. E kuptoj, është dhe bombardimi 5, por për të mos shkuar shumë në histori, unë ju falenderoj, Zoti Spahiu, do të jemi sërish së bashku. Faleminderit edhe për këtë shpjegim historik sa i përket aleancave ballkanike. Faleminderit, ju përshëndes, një javë të mbarë. Çdo të mirë.